kam blet. Me 36 blet 10.000 ku morë për ty, do të me thonë që këto vjetë s'ka pas heq kur gjo zmojnë. Erdhën me ashtru në kohët s'ka borit. Ma lëpën qëmim për 5.200 euro banqën, për moment se kështë, thash nuk kam, për ndashe verësi. Se desha kur i nëzere mjonë, dhe tha, po son problemi, që adhash një 2 javë ma vën, kur i nëzore mjonë, dhe thash 8.600 euro mora, 5.000 adhash e metën parë për mjonë, me mjonë të këmë shtrua borit, dhe kjo është një perspektivë shumë e modhe. 76 kg një bleti ka qitë. Një zers prak të luftës, 140 familje, 140 ode, çdo familje ka pas oden, dhe të oda ka qenë dhomë e mikpritjes. E tash atë oda nuk janë. Ajo ka kthy vlera Backatonit. Fillimisht ka qenë një eufori me lëshu katonit. Nga për fshatë këmë shku dhe konë një klim nuk jetohet këto. Po tani edhe që e klim kam bizotruar në qytet, se nuk jetohet në Kosovë, kanë thonë. Po, mire ki, po. Njëtë ka dhe thot dishka, po ka fillu mori këthy. Filan ferme, se ka ferme 20 lobë e dhenve. Ka shkrerë dhenë, ka pas fitimin, dhe thot mediat e kthejnë perspektivën, mediat e hupin perspektivën, qoftë fshatit, qoftë qytetit. Baca Nazmi, si e, a i mirë? Mirë falënderit, mirë se keni ardhur. Mirë se ju kena gjetë. Ti e Nazmi Hajdari edhe je banori fshatit Jezerës. Po unë jam Nazmi Hajdari, banori këti fshatëri, këtu jam lind dhe këtu po plakam. Edhe këtu do vdesash. Vdeka ku me ditë ku më gjenë. Po se ki menën me lëshuk? Nuk e kam ndërmen me lëshuk. Kjo është fshati maj vjetër në komunën Ferizajt dhe fshati maj madhë. Edhe për ka territori dhe ma herët ka qenë edhe për ka numri banorëve. Dikur ka qenë fshati maj madhë, fillimisht herët nuk i kanë thonë Jezerë, se nuk i ka pasin Jezerë, për i kanë thonë kryet e venit. Dhe atë fshatrat që kanë qenë poshtë kanë thonë hajde shkojmë të kryet e venit. Se këtu kanë qenë dikun 300 shtëpi. Edhe ato shtëpi kanë qenë familjet mëdha, gjitha jo shtëpi me 2-3 vetë, po 2-3 antarë dhe 4 antarë. Familje ma modhe ka pas 54 antarë që i mbaj mena dhone. Do me thonë, emni Jezerës ka ndryshu. E çfarë kuptimi e ka Jezerës? Po Jezerës nuk dihet nga i ka ardhën, po si kam qenë me një seminar atëherë kur isha student në Institut Albanologjik dhe 2 variante janë përmen aty, si Jezerës, kjo rruga që erdhën për lugin të fshatit, nuk ka qenë atëherë rrugë, po lumi ka hes pejazit e njazë, janë konti ku 30 mullin e për Jezerës. Dhe lumi ka hes në për mullin, pejazit e njazë u e bati jazët. Hajde shkojmë jazët e Jezerës, jazët një variant është jazët Jezerës. Varianti tjetër se kem një kodër atje që atje nalë ku shifet, është kodër gur rreth është me gur shkoll, e thonë gur rreth. Pe fjales e lire Jazërina, edhe ta është një të përim që i përngjanë kështë jazët Jazërina dhe aty variant që pe Jazërina, pe e lirishës ka orë në Jezerës. Edhe i kam bejta emri Jezerës. Jezerës po. Jezerës është një fshat shumë i bukur, e ka natyrën shumë piktoreske, shumë të bukur, po banor ka shumë pak. Do me ti e the ma herët janë konë 300-400 shtëpi. Po Jezerës si ma herët ka qenë thash 300 shtëpi, ka pas numër shumë të madh banorëve. Lufta i ka zonë me 146 familje që kanë qenë Jezerës, tash për momentin janë 18 familje. E pse ndryshimet, kur thamë 300 shtëpi atëherë, luftat kanë bërë shprehje gjithmonë. Se luftat ruso përmenej shqiptarë turke atëherë, Jezerës ka qenë me Budakun 300 luftarë. Budaku e Jezerës që kanë pas prapavi mbrojtjen e krahut e shpinës kënej pejtoshve. Atëherë kur u thyer gryka e Ceralevës, edhe Jezerës ka pësuar dhe ka pas lëvizjet popullatës. Lufta e fundit që ka kalu kësale, i ka lënë ato pasojë se 285 objekte banimi janë shkatruar gjitha në rrafsh për tokë. 8 shtëpi, objekte kanë metë, ju ka hizë janë, por nuk janë rënu. Do thotë, për gjitha të shtëpi, 8 objekte kanë metë pa rënu. Edhe shkolla, edhe xhamia, nuk është djegë, shkolla o djegën komplet. Do thotë, për 280 objekte gjitha rrafsh për tokë janë bo. E tash, njerëzit nuk kishin ku më kthyen, kanë metë në për qytetet në rrethin dhe nuk janë kthy më. Janë kthy disa qonë për shembull ku më ndërtuar, po megjithatë është jeta pak e rëndë se banorët nuk janë më.
Jo, nuk janë madhe. Tash o një ndryshim shumë i madh si Jezerës, nuk është ai Jezerës i vjetër. Atëherë s'ka pas rrugë, s'ka pas kushtet e tij, jeta ka qenë këtë ndryshe atëherë me blegtori dhe bujqësi të vendit ka jetuar. Tash është një zonë turistike. Janë rreth 300 villa që janë marruar, mbi 14 restorante janë tash në Jezerës që funksionojnë të gjitha. Është një zonë turistike, ka ndryshuar prej asaj të kaluar në tashmë komplet. Edhe shumë interesant, qysh ka ndryshuar në 360 shkollë, ma herët janë ikë njerëz prej këtu për shkak se as asfaltim nuk ka pas kushtet, pak ma larg normal qytetit edhe punave. Kurse tash është kthyer në një atraksion turistik, janë ndërtuar shumë villa, shumë biznese. Po thash atëherë jeta ka qenë shumë e rëndë, po megjithatë njerëzit janë konë kënaqur me ato kushte, se kanë jetuar me bujqësi, atëherë pasuria kanë pas blegtorinë, gjë dhe dhënë dhi. Ndërsa tash kanë filluar me villa, me restorante, pjesa dërmuese gjojnë veten nëpër këto puna, se ka këtu kamariera, gjatë bërsa, të gjitha vendet. Po një pjesë janë shpërnguar dhe më nuk kthehen se janë punësuar në qytet, kanë gjetë vende të punës. Jeta është pak ma mirë në qytet kuptohet. Qysh njihesh ti si banor kur e sheh Jezersin që është shndruar në një atraksion turistik? Vin njerëz prej kampusat. Kjo është edhe jo vetëm prej Kosovës, se Shqipërisë. Për gjitha radiolose afër shtëpisë ku banoj vinë prej Kuvojtë. Një villë mirë bojmë edhe na si familje, vinë për Kuvojt, për Kamose, vinë me 10 ditë, banë për shtetet jashtme që 10 ditë e rezervojnë me pushu. Është një mirë, tha se Jezersi, atëherë kur e ka ndjek serbët, ka thonë nuk do të ekzistoj mo Jezersi si eme do të shuhet për gjithmonë, po jo që u shu, po Jezersi ka bërë revolucion, do thotë pe ati Jezersit që ka qenë bujqësor u bën vend turistik. Do thotë ata janë mënu me na shu këtë, por na e kemi kthyer 1000% më mirë kushtet e Jezersit. Edhe bravo, ju qoftë se keni punu edhe i keni gra, dhe ti vetë edhe ti një villë që besoj të shojnë me qëra, po? E kemi me qëra, e kemi të martë me qëra dhe rëshojnë me qëra, po jetojnë, do gruja pastron aty, djale menaxher, do thotë dy rrugë të morën pe qasë villë, marrë të pas dy, do thotë është një thash janë mundu me shu e ze, po Jezersi ka bërë revolucion, u kthyn me një atraksion, me një diçka që s'u mendu. Edhe shumë mirë, po villa për shembull qysh po eca, ka njerëz që vinë edhe rrinë ato. Në për villa vinë. Ka bërë përshtypje më shumë ato. Në për villa vinë pe gjithë botës. Ka pas pe Marokut, pe Kuvojtit, pe Shqipërisë, mo vazhdimisht ishe tabelat vinë me grupe ndryshme. Të Kosovë nuk ka komun që nuk vjen kohë në vizituar. Shpesh edhe këndojnë për villën. Po se ti edhe rapsod. Unë jam rapsod edhe me shajme shpesh herë shkojnë në villë, ju bajnë disa kongë goditëm atë kuptuat me marrë pjesën teme të kongë të këndim, po këndojnë për villa mësafirë që vinë. E qysh njihen ata për shembull ata të Marokut, e kështu kur i dëgjojnë se tipi promovojnë edhe traditat shqiptare. Po thjesht kjo një traditë ku më këndu të atë Marokut që kanë qenë, sa ta kanë 12 ditë në qatë villën, ishte kënaqësi. Gjithë ato. Qysh nishin? Përbesa ata nuk e marshin veshtu, ju përkthejkini sa mu i kemë përkthy, po ishte kënaqësi se po është në diçka që se kanë po asë se kanë përjetu në vendin e vetë. Me këndu me lahut është krenari, se lahut është një trashëgimi që e kemë pas pej pelazëve të lirë dhe tash të ne, kjo është diçka e veçantë që kur i tregon çka u lahuta, pej kurit dhe ato lahuta, edhe kur ndëgjoj këndim me lahut, ata kënaqen. E ndëgjojnë me vëmendje se tingulli i lahutës është një tingull i veçantë. Është tingull që çtin me mendu ma gjatë dhe ma thellë. E vërtet edhe ti shumë që e promovon edhe traditat shqiptare, këngët shqiptare dhe lahutën. Po unë me këngë mirën pe vitit 77 që kom dalë në publik, ndërsa pe klasës 5 shkollës fillore këndoj, por si maturant i gjimnazit, kam fillu me një shok me Basri Bekën, në përdasën dhe 5 herë kur në këmë nalë. Edhe ke vazhdu? Diku 500 këngë kam në repertoarin tim, para 2 vite ku mbatu një libër këngë të lirisë, dhe tash jam në përgatit libri 2, dhe një roman e ku mba gati tash do të me recenzua, me lektoruan,
mirë edhe me shkrime, veç a këndimit kam mendoj edhe me lënë diçka të shkrume. Dhe çka shkruhet nuk humbet kurrë. E vërtet, edhe bravo që vazhdon edhe sa më shumë suksese, po a mendon që rinia e vlerëson këtë pjesën e këngëve patriotike, folklorin? Unë kum thonën shpesh se lahutën tash e kam mision. Po një porosi për gjithë shqiptarët se lahutën e kanë përvesuar në formë, por na Shqipëria nuk e ka quajtur ende në UNESCO, serbët e kanë marrë, po kanë marrë lahutën e vet. Gusa që i thujnë me emrin e vet. Çdo familje shqiptare duhet me ndi për krenari me bleni qiteli me lanë varte, qoftë qoshi libra, qoftë o gjakë nëse ka gjak, edhe një lahut dhe një kavall. Këto e instrumentet tona më të hershme që çdo familje duhet më krenu që i ka edhe që është pjesa e asaj trashëgimie. Nuk është për shembull në region në rrafshin e Ferizajit vetëm lahutar jam. E kjo është tash lahuta ka filluar të bëjë revolucion veti. Se pe ati moment ku kanë thonë se na morën lahutën, tash njerëz të kënaqur kur shohin atë që lahutari. Se ku shkon gjithë ata në Shqipërinë, Maqedoninë, Malzie, gjithmonë thonë që lautor, hajta bëjnë një foto me lautor, do të thonë në evolucion se më herët ndoshta s'kon e rëndësishme lahut, po tash u bën një kthesë e madhe për lahutë dhe për trashëgiminë tonë. Edhe shumë mirë se rinia sot i ka harru pak traditat, i ka harru pak çto instrumentet muzikore që i kemë shumë të vjetër. Kjo pjesë varet shumë pe media. Pe media qoftë shkruar, qoftë këto elektronike, se nëse japën prioritet kësaj pjese, televizion të ndryshme, nëse japën prioritet kthehet, nëse këta don me lënë harres ato harrohet për ata, nëse unë s'këndoj edhe kjo harrohet. Normal, absolutisht. Kuptohet, na shkojmë gjallë duhet me dhënë ato, po media duhet me pas me dhënë prioritet. Ndikimi në vetë në këtë pjesë vërtet. Po a mendon ti që rinia ka qef me dëgju këngë folklorike, patriotike, ka qef me di, qa po mendon ti për rininë e sotme? Se e di që ki kontakte normal me rini shumë edhe qa thujnë ata për këtë pjesë? Rinia thash fillimisht ka pas deviju. Në për këto talava, në për këto kafiqet ka pas deviju komplet, po ka fillu më rikthy. Kultura jonë, trashëgimia jonë që është burimore, jonë ka fillu më rikthy dhe rikthehet vetëm me profesionista. Nëse gjithë kushim mundohet thamë të që e merë një lahutës zimera o heqe për thotë pëmshë lahuta edhe nëse e dënë lagohet dhe s'to ko kur gjanë. Do të profesionista do të me pas një prioritet edhe më reklamu me dhonë hapsirë në televizionin këto, se unë kam intervistat shumë të në televizion, thotë është edhe mediat ja kanë këthyrën, thashtë revolucioni ka fillu të montë për lahuta, për trashëgiminë, se nëse mjetë e informim nuk japën hapësirë kësaj pjesë që është duhet. Po nëse këto dojnë, kjo metet prioritet edhe rinjët, kur t'ja afrojsh nuk ka qarë pa dasht. Ato që si a servon edhe s'ka qysh me dasht. E vërtet, shumë mirë e ki. Po për shembull nëse e merë një tri që tasht, a është interesum bacaj me ditë ma shumë për lahutën, për qiftelin, për sharkin? Qa me ndonë t'ja, a janë t'interesum? E kem pas me kastriatet një hapësirë në për shkolla, me lahut dhe me qëtëlija, tash në zonë, qka është kjo, thëshën violin, se nuk e di që qka është. Tash u deshke me spjegu, qka në lahuta, pe kurit dhe ata në qysha ndërtu me këtë, dhe thët, nëse s'ka kontakt rinia me këtë pjesë, qofë për mes mjetit informimit, qofë për mes pjesës direkt, atëherë dhe nuk e nje këtë lëmi, po thash, hapësirë që do t'i kushtojnë mjetit informimit, është aja e dëmazdashmja që do për me dasht dvetën se cëllë. Edhe rinia se plesh kuptohet janë rritë me këtë pjesë tjetës. Po kështu baca Nazmi, a menon ti që ja ka nisë muhu pak ato traditat shqiptare? Nuk po flas të veç për instrumentet muzikore që i kemi shumë të vjetra, po mikpritja, e shumë gjona veshjet kombëtare, a mendon që ja dim vlerën mjaftueshëm? Po këto dësene nuk janë harru, po kanë ndryshu jeta, për shembull një zers në luftë, në prag të luftës, 140 familje, 140 ode kanë çdo familje ka pas odën, do të oda ka qenë dhomë e mikpritjes. E veçantë që dhoma e burra, e tash ato oda nuk janë. Pse s'janë, se banorët janë shprëngur për këtë uet, edhe nuk ka më tash, kanë ndryshu jeta për ata. Aja pjesë nuk mund të harrohet.
kam pas rast ka qenë një Slovenë trajtimin e punëtorëve të arsimit gjendi pas lufte. E të një mësus atje në lagje nuk smajl, Nazif Ali tash ndjerë, e pyte për gjitha këtu, a keni trashëgimina, a keni dokët, a keni zakurët, a keni dashnin, ka i po thot po tha, mone men. Sa e kesh një ekspertë me përbojnë gjitha zonët e luftat në përbojët që ka shkuar. Tha këtu për momentin keni me pas zero. Po kanë me fillu më rikthy pas 50 vjetë. Dhe pesho tash e po 25 vjetë pas luftës, ka elemente që po rikthehen. Se na ka shkojmë në televizione, kur e presojmë të tonë këndimin, ose qoftë ne kam një Muzafer Osman me anekdota. A e pjesë shkon flagë dëgjimit edhe shikueshmërinë ka shumë të madhe. Do thotë ka fillu më rikthy, por do të m'ja bëj hizmetin që thonë në fjalë popullore. Ajo ka kthy vlera Backatunit. Qa mendon ti? Se veç tu ike, neve na vjen. Fillimisht ka qenë një zdiq me thonë një eufori me lëshu Katunin. Jo veç Katunin të so ko punu në agjenciën statistikë, ose tash jemi pensionum. Në përfshatë kom shku, dhe ko një klim nuk jetohet këtu. Po tani edhe që e klim kam bizatruar në qytet, se nuk jetohet në Kosovë, kanë thonë. Po, mire ki, po. Njëta ka dhe thotë dishka, po ka fillu më rikthy. Se këtë mirë e bojnë mjetë e informimit. Mediat, rrjetet sociale. Mediat, nëse thonë një zeshtë urë, filloj punë, fillan në restoranti. Ka kaq punë, ka fillan në restoranti, ka muzikë, ka do filan ferma, se ka ferma një zeshtë lëbë e dhenve. Ka kaq krerë dhenë, ka pas fitimin, do thotë mediat e kthejnë perspektivën, mediat e hupin perspektivën, qoftë fshatit, qoftë qytetit. Një ki se mund ka ro me shuna për shumë katunet ndryshme dhe po i promovojmë shumë bujqit e fermer. Po pak e kem na shqiptarët atë pjesën punë të bujqësisë dhe fshatin e shohum pak edhe me përçmim. Qashtu me biseda që i kam pos me fermer, me lektor, me bujq ndryshëm, e kam pos qëtë mendim. E shohin, jo, ti po merresh me lop, shkot e lop, adin e thujnë me përullje dhe është shumë keq kjo. Po pse po menon që po kjo pjesë tash çështë qaset gazetarja, po tham tash, nëse shkojnë me një fermë, çfarë do lloj mediumit, në varë çështë qasës, nëse ti shkon me sënimit e me folen në atë formë që s'jam i këna, nëse ti e plason që ato shkazdohet me plasu në opinion, aja ndikon negativisht. Atë pjesën për çka po thojmë, të thonë shkpute. Jo, ato se bojnë anakot, na veç për të mire pozitivitet, do thotë fshati, për ato të mirët e fshatit i tregon, jo se ka normal. Jeta nuk ka gjithmonë pozitive, ka pengesa, ka lloj pengesa, lloj që janë zor me të i kaluar probleme, po ato do të me eliminu gjatë informimit, veç ato shka janë të çu përpara. Fiks, po që për shembull shumë fermer, shumë bujq, shumë lektor kanë folë për përfitimet e mëdha që i kanë me punë të bujqësisë, domethënë, edhe prap njerëzit marrin veç ato që e intereson fatkeqësisht, po këtu në fshat kam blet. Po. Pe mas lu do thotë, edhe vllaut ja ku më dhonë, unë tash i ka mbi 50 copa. 2 vitet e fundit s'ka pas mjort, po nuk do thotë që kur s'ka pas fitim pe bletëve. Edhe nuk jeni dorëzi. Po, 2 vite e fundit s'ka pas, po kur s'ka më thonë se vitet tjera ku ja ke po hojrin. Po ku mor 10.000 euro. Me 36 blet 10.000 euro ku mor pe ty, do të me thonë që to vjet s'ka pas hiç kur gjë zbojnë. Do të me thonë ato kur po e tham një realitet që erdhën me ashtruan kuat s'ka borën. Në pllakat betonit. Ma lëpën çmim për 5.200 euro banqën, për moment se kish thash nuk kam, po ndashe verësi. Okay. Se desha kur i nxjerrë mjon, tha po son problemi që thash një 2 javë më vonë, kur i nxjerrë mjon, thash 8.600 euro mora, 5.000 thash e metën parë pe mjort, me mjort ku më shtua borën. Do të kjo është një perspektivë shumë e madhe. Ani shumë mirë që po e thu se edhe pe thu në atë aspektin pozitiv që 2 vjet s'kum pas. Po para viteve para 2 viteve dhe më thonë ja ke pohojnë, ja ke shtruar me vitet të tona ku pas, po thash një rast, po thash një rast pe aty që do thotë s'ku pas parë në dorë, po a ban verësi se isha i sigurt që marr ato parë. Fiks, po. Dhe çështë kum qenë një punon kështu verësi, me mjortë gjithmonë. E ke pas atë besimin që ku pas viti kaluar dhe si vjet s'ka qenë i frydhans për mjollë, po ajo
Ka një herë Ajnalti dhe në Një herë vitin 74 kem pas një bletari i Ezersit, ai bletari vjetër. Vitin 74 76 kg një bleti ka qitë. Pa aja më ka thonë një herë ka ndodhur në histori. Një Ezer, 76 kg. Do nuk ka gjithë vitet zerë, po ka një vjetë është edhe maksimumi që se në mërejnë kur. Për sa ta janë dësene që për shumë edhe të pëmë njerë sa mirën me. Po, të pëmë. Ka një herë bjen bura dhe ta heke, ta të Më pëmë që këtë vetë asë një pëmë, një zerës nuk ka heq. Zerë është. Asë një lloj pëmës ka pas, po ndodhë një herë. Qa me bo, në ashta vitin tjetër e ka dollë zoti? Po sigurisht po, se unë kam 300 trupa pëmë, po si vjetë u zerë.